E dini, është fjalimi i dytë që po mbajnë këtë fushatë elektorale, ka pasur 0 dalje mediatike, ama kanë pasur mira fjalë të shkëmbyera me qytetarët e Republikës Shqipërisë, sidomos me ata të qarkut fjerit, dhe kemi diskutuar në çdo cep ku rrjedh jeta, në çdo cep ku është e përditshmja jonë. Kemi shkuar atje, ndaj i falenderoj juve që jeni sot këtu, po gjithë ata që do të dëgjojnë këtë mesazh, të gjithë ata që do të ndjekin këtë mesazh, u falenderoj që keni ndaluar hapin tuaj, keni shkëmbyer fjalë me ne, na keni dëgjuar, ju keni dëgjuar, na keni shprehur shqetësimet, por mbi të gjitha, na keni shprehur aspiratat tuaja. Ndaj ju faleminderit shumë. Për gjatë një muaji kemi qenë derë më derë, dorë më dorë, fjalë më fjalë, takim më takim, lagje më lagje. Kemi të prerë rrugën kujto, për t'i thonë që ne jemi reja që po lind e duhet keni besim televizja bashkë. Duhet keni besim televizja bashkë, e cila nuk do u tradhoj asnjëherë besimin që i keni dhënë, sepse për sa kohë keni ndaluar rrugën tuaj për ta folur, na keni dhënë besim dhe pavarësisht gjithë rezultatit që mund të jetë në fund të këtyre zgjedhjeve. E di në fakt që u kemi folur me pasion, por mbi gjitha kemi kundërshtuar edhe me argument, edhe me bindje gjithë ata të cilët mund të kishin në një hije dyshimi. Nuk do u harrojmë, as ju jam e sigurt që nuk do ta harroni. Dhe mbi gjitha u kam mësuar shumë në këtë fushatë. Kam mësuar shumë nga qytetarë të mençur dhe të punës. Kam mësuar se si çfarë po ndodh me bujqësinë, çfarë po ndodh në vendin e punës, sa janë pagat, sa janë rrogat, çfarë ndodh me sigurimet e tyre, dhe pse i kam ditur, po kur dikush ti thot përballë dhe ta shtrëngon dorën dhe thot, a do flasësh parlament për këto? Dhe unë do flas në parlament për këto. Se jam i sigurt se këta qytetarët do ta japin vot besimin në 11 maj. E di, nuk të doja që kjo fushatë mbaronte, apo jo aktivistë lëvizjes bashkë, ju të doni? Nga që kemi qenë kudo, por edhe ju gjithë e dini fakt që lëvizja bashkë, pas një fushate, fillon një fushatë tjetër, kështu që nuk do ju ikim, aty do na keni kudo, do vazhdojmë bisedimet, do vazhdojmë diskutimet, do vazhdojmë propozimet, dhe mbi gjitha do t'i vazhdojmë brenda parlamentit poshtër. Që ju faleminderit, kam një thirrje fundit për atë që quhet popull. Popullun e di që shumë kanë folur në emrin tënd. Edhe shumë kanë thonë që po të përfaqësojnë. Por unë realisht dua të përfaqësoj qytetarët e Fierit, e qarkut Fier. Dhe sot po flas në emrin tim. Unë quhem Mirela Ruko. Qofsha apo nuk qofsha deputete, do t'jeme juaja gjithmonë.